statutin që vetë keni propozuar dhe miratuar, apo do merrni më vonë me proceset e brendshme? Tani, i ndëruar Zoti Myzyri, Partia Demokratike ka statutin dhe do i përmbahet asaj. Ka disa parime e prore. Dhe në këto parime e prore është vota e lirë e shqiptarëve. Kjo parti nis betejën për votë e lirë shqiptarëve. E kemi nisur, vazhdon betejën. Sepse ju jeni dishmitar, se si në mes të fushatës, një javë para zgjedhjeve, në Valencia, Edi Rama u damkos si njeri që blen vota me lek, me zarfa, blen vota me prokurime, blen vota me kanabis, blen vota me punësime. Të gjitha format e blerjes votës. A ju garantoj ju që nuk ka akt dhe gjë në botë që nuk do nërmarë për të mbajt karrigen sepse është i zhytur në krimet të tmerrshme. Ka luajtur vetë e votën me rendin me të gjitha. Zoti Berisha, Joldis Shuaibi, Televizioni Klan. Të gjitha konstatimet që ju thatë për bërjen pistë të procesit elektoral të 11 majit, në fakt kanë gjetur, janë mbështetur edhe në raportin paraprak të OSBE-ODIR-it, kur bëhet fjalë për blerjen e votës, përdorimin e administratës, bandat. Por unë kam një pyetje më konkrete. Prit. A nuk i përshkruan që të gjitha këto që i thëmë në raportet? Po. Kaq, vazhdoj. Pyetja ime ka të bëjë me faktin, si ka mundësi që në Kruj, kur ne dim aktivitetin e bandave kriminale, Partia Demokratike ja doli të fitoj dhe përballë bandave. Mos ka vallë ndonjë problem të brendshëm në struktura drejtuese të Partisë Demokratike? Do me thënë, ti do të marrësh shumë falë, do marrësh përjashtimin për të rëzuar rregullin. Po, fare thjesht. Nuk të them se 100% janë aktivizuar. Dhe unë nuk jam policia e shtetit. Unë kam sulmuar dhe do sulmoj dhe do shpall terroriste ato banda të cilat merren me rrëmbimin e votës. Nuk kam patur asnjë dhënë, se nuk kursej unë asnjë prej tyre, ta dish mirë, asnjë. Nuk kursej njeri. Po të kisha patur të dhënë, por ama, për të sulmuar, pa bazë nuk sulmoj njeri. Dhe në qofë se ndodhë që nga mos informimi, unë të nesër kërkoj ndjes. Kjo është, besoj se e more përgjigjen. Nuk kam asnjë dhanë, dhe kam bërë fushat atje, si që din, dhe nuk kam patur. Nuk kam patur të dhanë se ato kanë shkuar si kartë, si kështu me satër, për të thënë që të pres kokën, pos bëre këtë, pos bëre atë. Nuk kam patur. Dhe kotë unë nuk mund të flasë. Ka dhe tjera banda në Shqipëri të cilat nuk kanë patur aktivitet elektoral. Unë nuk mund të them se kanë patur pse janë bandë. Jo, kjo nuk do thotë. Po bandat e pushtetit, po fal një minutë, a e morët vesh ju sa votuar në Burgj apo jo? A e morët vesh? Ministri i Brendshëm të gjitha votat merr moneda felon në Burg. A ka vend në botë, që votohet ministri i Brendshëm përveç se në Shqipëri? Po se është bandit si ata? Po s'ka diskutim. Po ja kjo do t'jetë temë në studio. Kjo është çështje e gjitha studiove. Ministri i Brendshëm votohet në Burg si ylli i Burgut, i të burgosurve. 99% e të burgosurve votojnë Partinë Socialiste, rrof partia që na burgosi. E kuptoni apo jo? Çfarë zgjedhjesh janë këto? Rrof partia që na burgosi. Pas, kjo është Korea e Veriut, për zotëri. 99%. Pra, prisni
se do ndëgjoni, por ama beteja për votën e shqiptarëve është betejë absolute. Do fitoj, do t'jetë fitimtare. Dhe njëherë thirrje. Popullit opozitar në protest kundër këtyre zgjedhjeve të grabitura, më shumë se kur ndonjëherë. Çfarë dëshmojnë këto zgjedhje? Sa më shumë vjedhin Edi Rama me grupin e tij, aq më i fort bëhet rezultati, sepse krimi shtrohet në votë dhe vota në krim. Ka një raport që kam denoncuar me kohë, shumë kohë përpara. Krimi në votë dhe vota në krim. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Këtë betejë që ju thoni për votën e lirë të shqiptarëve, do ta udhëheqë Sali Berisha, si kryetari i Partisë Demokratike, apo një lidership i ri i kësaj force politike? Urdhroni? Lirë, që ju thoni, pra që do të bëj Partia Demokratike, do e udhëheqë Sali Berisha si kryetari i kësaj force politike, apo një lidership i ri? Këtë betejë gjerën fitore, ai që nisi dhe e bitisi. Do ta bitisi. E murdhësh. Dhe një pyetje tjetër, zoti Berisha jeni pyetur dhe pas zgjedhjeve të vitit 2023 që shkruat një libër të zi, sikundër e deklaruat edhe sot që do shkruani një libër tjetër të zi, që cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve të vitit 2025, Sali Berisha do të respektonte statutin e forcës tij politike që nisi me rritje me limin që ju keni kërkuar. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme, të pa lidhura njëra me tjetrën. Beteja për votë e lirë është betejë për votë e lirë, nuk ka gjë në botë që është prevalon mbi të gjitha. Asgjë nuk mund të ndalë Partinë Demokratike në këtë betejë. Ju i pat vetë. Kutit 100%. Kore dhe Riu. Blendi Gonxha, në Vorë, dëgjojeni pak, në Vorë 5.500 vota, i dyti masti 500 vota. 10 fish më shumë. Këta ka rikthyer kohrat më të zeza elektorale për shqiptarët. Shqiptarët do të përgjigjen këtyre. Faleminderit. Berisha nuk njeh rezultatin e këtyre zgjedhjeve dhe shpall protestë në